Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'd. Allahu në falenderojmë, paqja dhe mëshira e Allahut të qoftë me krijesën e të dashur të Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na bën të dobishëm, domethënë këtë rrugën e ilmit që kemi marrë, na bën të dobishëm që këtë që e dëgjojmë dhe që e transmetojmë, që e tregojmë. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na shton të dobishme, të na mbron prej asaj që s'ka dobi. Gjithashtu e lutim Allahun azza wa jall që Allahu të na bashkon në Jannatul Firdaus me pejgamberët, me shahidët, me dietarët, me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç na ka bashku në këtë vend të ilmit. Pastaj, vëllezër të nderuar, vazhdojmë me librin që kemi filluar me shpjegu, Al-Fiqhu Al-Muyassar fi Daw' al-Kitab wa Sunnah, fikhu i lehtësuar në dritën e Kuranit dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Men yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din." Kujt Allahu ja don të mirën, Allahu ja mëson fen. Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e vërtetë: "Men salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-janna." Kush merr rrugën për të kërkuar luturi, Allahu ja lehtëson rrugën për në xhenet. Allahu thot në Kur'an: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu azza wa jall ata prej juve që i besojnë Allahut azza wa jall dhe që i është dhënë luturia, Allahu thot kam i ngrit në drejtë të larta. Gjithashtu Allahu thot në Kur'an: "Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Wa alaykum salam. A janë të barabartë ata që din dhe ata që nuk din? Padyshim se ata që din nuk janë të barabartë me ata që din, sepse ata që din domethënë kanë jetojnë dhe hesin me dritën e Allahut azza wa jall, me Kur'anin dhe me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse Kur'ani dhe suneti i pejgamberit është dritë me të cilën besimtari hec në jetën e kësaj bote, kurse Kur'ani dhe suneti i gjykimit do t'i bëhet dritë besimtarit me të cilët kam e kalu dhe me thonën orën e siratit, dhe lusim Allahun azza wa jall që Allahu na mëson që të kalojmë orën e siratit, sikurse dhe me thonë përpëlitja e shiqimit. Amin. Pra vëllezër, jemi te salat e tatawwu, pra namazet nafile. Namazet nafile. Dhe këtu janë disa mesele. Dhe çka është për qëllim me namazet nafile? Pra çdo adhurim që nuk është obligim. Çdo ibadet që nuk është obligim është për qëllim pra nafilet. E prandaj edhe në usulul fiqh definicioni i suneteve i domethënë veprave mustahab është aleikum salam ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wala yu'aqabu tarikuhu. Thot definicioni i domethënë sunetit apo veprave vullnetare është shpërblehet ai i cili e vepron, mirë po nuk dënohet ai i cili nuk e vepron. Mirë po shpërblimi është i madh dhe është prej ai që i vepron, domethënë veprat këto nafile, afrohet tek Allahu më shumë dhe bëhet i dashur i Allahut azza wa jall. Meselja e parë vëllezër është, do të flasim për vlerën e nafileve, urtësia e nafileve, pse për çfarë ka urtësi, çfarë ka hikmet, thon? Pse Allahu azza wa jall i ka bë meshru, i ka legjësu këto, domethënë nafilet. Pra fillojmë me fadluha, vlera. At-tatawwu bis-salat min afdal al-qurbat ba'da al-jihad fi sabilillah wa talab al-ilm. Pra nafilet janë vepra që më së shumti afrohet besimtarit tek Allahu azza wa jall pas gjihadit në rrugt të Allahut dhe kërkimit të diturisë.
لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على التقرب إلى ربه بالنوافل الصلوات. Por arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bo mudawama, dawam. Do të thonë vazhdimisht ka fal nafile, sikurse në namaz, ashtu edhe agjerim, edhe në hax, edhe në çdo obligim për obligime, do të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal nafile. Wa li hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dhe duke u bazuar në hadithin e Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qal. Pra hadithi është kudsi. Allahu thot, men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Ai cili e armiqson të dashurin tim, unë thot i shpalli luft atij. Ai cili e armiqson të dashurin tim, unë i shpalli luft atij. Dhe këtu e përmendim se ai cili e fal namazin me xhamat, mos në xhami afton, fi dhimmetillah, ka thënë pejgamberi. Hadith tjetër. Kush e fal, kjo është hadith tjetër, a? Mos ta përzim, se vazhdojmë pastaj edhe hadithet e vazhdojnë këtë kutsi. Kush e fal namazin e sabahit, është një transmetim me xhamat, po një transmetim më të thonë edhe në xhami. Thot ai është në mbrojtjen e Allahut. Thot mos gaboje dikush, kështu vazhdon hadithi, mos gaboje dikush prej njerëzve ta ngasmoje atë që unë e kam marrë në mbrojtje, sepse unë thot do ta kapi dhe ka me fut në zjarr të xhehenemit. Pra dhe selefi, këmë përmenë shpesh, selefi ka pas frikë selefi, që ta ngasmohon me dekan që e ka falë, zihin me dekan, që e ka falë namazin e sabahit në xhami. Vazhdojmë këtë hadithin, pra kush e armiqson të dashurin tim, unë i shpalli luftë. Më thonë Allahu i shpalli luftë, bëhet armiki Allah. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Dhe robi thot nuk do të afrohet tek unë me diçka më së shumti që afrohet, sikur se janë farzët. Pra robi më së shumti që afrohet tek Allahu Azza wa Jall, pra janë farzët dhe zër. Namazet farz. Allahu i ka dashur më shumë farzët, obligimet. Pra dhe të ka bo obligim. Edhe nafilet i ka dashur Allahu Azza wa Jall, por s'ta ka bo, sikur se farzët s'ta ka bo obligim. Nafilet i kalon vullnetarat. Pastaj thot: "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba." Thot vazhdon robi të afrohet tek unë me veprat vullnetare, nafilet, derisa unë ta du atë. Derisa unë ta du atë. Pra nëse i fal farzësh, ti afrohesh tek Allahu më shumë se me farzë. Por nëse të afrohesh të Allahu më shumë, atëherë me vepra nafile, me vepra vullnetare. Vazhdon hadithi, fa idha ahbabtuhu, pastaj thot bina hatta uhibbu. E thot kur ta du, thot unë atë, kanë thot kur ta du unë atë, pastaj shiqi, bëhem shiqimi i tij, kështu ka hadithi, bëhem shiqimi i tij. Bëhem ndëgjimi i tij. Bëhem dora e tij edhe bëhem këmba e tij. Dhe më thonë, a i shiqon vetëm ati ku Allahu është i knasht, dëgjon vetëm ati ku Allahu është i knasht, edhe hes edhe prek vetëm ati ku është Allahu i knasht. Dhe kjo është rezultati i devotshmërisë. Dhe kjo është rezultati se ti i dashur i Allahut. Kjo është rezultat se ti je i dashur i Allahut. Nëse do një prej veprave këtive që për shembull shikimi të hik në haram, dëgjimi të hik në haram, hes në haram, bën zullum me dorën tënde, atëherë ti do të thonë nuk je prej atyre që prej mu'minave, me thonë. Nuk je prej mu'minave, mund shme kohë dhe një musliman i dopt. E pasaj thot, në fund, a ditë thot, nëse kërkon, do t'i jap. Nëse kërkon, jap. Nëse kërkon falë, thot, kam jap falë. Allah në bëf prej, dhe më thonë të dashur. Kjo hadith është hadithi i evlijave, të dashur të Allah. Mirë po, këtu ne argumentojmë se, ai cili sa më shumë bën nafile, aq më afër Allahut Azza wa Jall. Hadithi është hadithi është Imam al-Baghawi, transmeton, ka gjithru kurse Sheikh Albani thotë hadithi është sahih. El-hikmatu min mashru'iyatiha. Dyta, mesela dyta, do të thonë është çka është urtësia, pse është ligjësu pra nafilet. وقد شرع الله سبحانه التطوع رحمة بعباده. الله عز وجل i ka ligjësu namazet nafile
për t'i mëshiru robërit e tij. Mëshirë ndaj robërve të tij. E para, po. Feja'ale li kulli fardin tatawwan min jinsihi. Dhe ka bërë për çdo farz nafile prej llojit të tij. Pra, sikur se ka nafile ka agjerimi, namazi, haxhi, umre, do thonë nafile. Li yazdat al-mu'min imanan. Që besimtari të shtohet imani. Wa rif'atan fi darajat. Edhe për të ngrit në xhennet në drejtë të larta. Bi fi'li hadha at-tatawwu, duke i vepru këta nafilat. Allah i ka dëshirë që neve na ngritë lart në xhennet. Prandaj ka thonë me hadithin tjetër, ma sajada al-mu'minu lillahi sajdatan illa rafa'ahu Allah darajatan, aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sa herë që besimtari e bën një sejdë për hir të Allahut, Allahu e ngrit një drejtë tek ai më afër. Sa më shumë në nafile me bë, sa më shumë i fal sunetet, nafile, duha, namaznate, kështu me radhë. ولتكمل الفرائض dhe këto nafile vëzër, këto nafile i plotësojnë farzët në ditën e gjykimit. Apo وتجبر يوم القيامة بهذا التطوع edhe mangësi dhe me thonë plotësohen me këto nafile فإن الفرائض يعتريها النقص, sepse namazet farz që i falim dhe me thonë i falim me mangësi. Pra asë njoni nuk muna me thonë se filoni aftë e ka falë farzën edhe ka falë 100%. Kemi mangësia, jo koncentrim, jo khushuja, jo, më thonë, bëjmë dhe një vajib e lanë mangët, e këto me nafile dhe më thonë plotësohen farzët. Kema fi hadith e Abi Hurajra radiallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sigur që është hadithi i Abu Hurajra radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القيامة الصلاة. Pra ditën e gjykimit, e para vepër që do të pyetemi përpara Allahut është namazi. Kjo është në raport me Allahun, vëllezër. Kurse ka një hadith tjetër në raport me krijesat janë gjaqet. Pra derdhja e gjakut, kanë mullëgërit e para gjë. Sa i përket, dhe më thënë, raport me Allahun, thot, e para gjë që kena mu marrë në pyetje para Allahut, është namazi. Fejn e temmeha wa illa qil. Nëse ka të plot namazin, ju thuhet me lejkeve. Undhuru hellahu min të tawa. Shikoni, a ka falë nafile namaz. Fejn kanë dhe lehu të tawu, akmelet el ferida, min të tawu e hi. Thot, nëse ka thot nafile, thot, atëherë me nafile i plotësohen namazet farz. Thumë jefal bisair al-a'mal al-mafruda mithle dhalik, dhe kështu veprohet me farzet tjera njësoj kështu. Për shembull, ka agjëruar Ramazanin, nëse ki në rregull Ramazanin mirë, nëse a ki nafile për me ta plotësu Ramazanin, se jemi top, se muna me fordën i fjalën gjatë Ramazanin, e me nafile, sa ma shumë shka ka agjëruar nafile, plotësohet farz. Edhe zeqate, kështu farzet dhe më thonë plotësohen me nafile. Akhrajahu Abu Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, thot Imam Baghawi, hadith është hasan, Sheikh Albani thot se hadithi është sahih. Pra, këtu dhe më thonë hin një mesele, ai cili pra ka qenë ignorant, muslima ka qenë, ama ignorant, mirë po, u ka udhëzu pas një kohë, u aki 2-3 vjet ka falë namaz, i ka bo 18 vjet, apo 25 vjet, i ka bo, ka njësë për falë, apo ma shumë, dikush ka rrasën e 40-50 vjet, e këtu ka djetarët kanë khilafa, a duhet mi falë ato namazë që si ka falë, apo pendohet sinqerisht tek Allahu, pra ndime ndan djetarët, gjumhuri thot se duhet mi falë, kompenzu, kurse grupi të djetarët sikur që është Ibn Taymija dhe djetarët e muasirin të kësaj kohë, Sheikh Albani ibn Bazi dhe Uthemini, thotë se duhet vetëm se me u pendu tek Allahu Azza wa Jall, sepse ka qenë njëri ignorant atë. Arsjetu më thonë me ignorancë, duhet pendohet sinqerisht, se edhe Sheikh Albani, Allah i më shëroft, dhe thotë një rast, thotë njëri s'u ka falë 50 vjet, s'u ka falë, dhe i kanë thonë fetfarë, më thonë se ti duhesh mi falë 50 vjet ka qenë falë, duhesh mi falë namazën.
Edhe ka nisë mu falë, fal, shkruj, thot edhe u ka lodh, edhe pasaj e kalon këtë namazën. Kjo prej pasojë. Edhe pse thashën e xhumhuri, me dhejbet thënë se duhet me i kompenzu, sa i si ka falë, duhet me i falë. Mirë po, ajo, Allahu alem, këto djetarë që ka thënë se duhet mu pendu, si pas argumenteve, ma saktë është se, duhet pendohet sinqerisht, edhe me lutë Allahun Azza wa Jalla që Allahu t'ja falë, edhe me bo në file sa më shumë, shpresojmë se Allahu kam ja falë ato namazet se cilët, dhe më thonë, nuk i ka falë. المسألة الثانية في أقسامها. Pra llojet e namazeve nafile. Llojet e namazeve nafile janë dy lloje. النوع الأول lloji I parë salawat muaqqata bi awqat muayyana, namazet të cilët janë me kohë të caktuar. Me kohë të caktuara. Wa tusamma bin nawafil al muqayyida, ndryshe quhen namazet e kufizuara. Ndryshe quhen këto namazet e kufizuara me kohë të caktuar. Wa hadhi minha ma huwa tabi'un lil fara'id. Dhe prej këtyre namazeve që janë me kohë të caktuara, janë ata të cilët janë përcjellëse të farzëve. Para namazit, pas namazit, ke sunen e rawatib, sikur se namazet që janë sunetet e rawatib. Rawatib janë të rregullta. Sunetet e rregullta, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam asnjëherë nuk I ka lënë. Wa minha ma laysa bitabi, e ka prej tyre që nuk janë përcjellëse të namazeve, sigurisht që është namazi I vitrit. Sigurisht që është namazi I vitrit, wa duha, namazi I duhas, wal kusuf, edhe namazi I eklipsit. Kjo është lloji I parë, domethënë namazet që janë me kohë të caktuara. Dhe e nëu thani, lloji I dytë I namazeve tatawwu, nafile janë salawat ghayr muaqqata bi awqat muayyana. Namazet të cilët domethënë nuk janë me kohë të caktuara, wa tusamma bi nawafil al mutlaqa, dhe quhen ndryshe nafile të pa kufizuara. Ndryshe quhen nafile të pa kufizuara, sikurse që është namazi istihare, namazi e fal kur të kesh nevojë afton. Dhe këto falen vëllezër natën edhe ditën kur dush mushti me fal, përveç se namaz në kohët e, më thon kur është ndaluar namazi me u fal, 3 kohë. Disa thënë 5 kohë, nxjerrën thonë që namazi më thon është ndaluar me u fal. Pra namazet të cilat janë domethënë me kohë të pacaktuara, domethënë wa tusama bin nawafil al mutlaqa, dhe quhen namaze të pa kufizuara. E sikur që thashë është istihare, namazi istihare, pra do me fal istihare, do me vendos diçka, I dyshim apo a u martu me filan vajza, mos u martu, a me bo udhtim, a me shku në filan vendin, fal dy rekate kur do mos ta falësh të. Namazi I taubës, I pendimit, ke bodën I mëkat, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e bën një mëkat dhe pastaj merr abdes dhe I fal 2 rekate namazin e taubës, pendimit, edhe I fal to 2 rekate, thot Allahu Azza wa Jall ja fal mëkatin. Namazi I taubës, tahiyatul masjid gjithashtu kur ti ish në xhami I fal, pra 2 rekate. Këto falen vëllezër kur në cilën të shkoj natën edhe ditën. المسألة الثالثة، المسألة الثالثة ما تسن له الجماعة من صلاة التطوع. Thot në cilën kohë apo në cilët namaze falen me xhamat. Cilët namaze nafile falen me xhamat. Pra ka namaze nafile që falen me xhamat përveç farzit. Është sunet namazi që falen me xhamat, nafile është namazi I tarawih. Tarawih. Po, salat tarawih. Po. Al-istisqa, namazi me xhamat fal gjithashtu kur s'ka shi, edhe namazi për me ra shi, wal kusuf, edhe namazi kusuf eklipsit. Namazi I eklipsit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka fal pra me xhamat, kurse namazi tarawih tana u ka shkurtuar dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është qiyamul lejl, s'u ka thënë se pejgamberi alaihi salam e ka falën
namazin e qiyamul lejl, e ka falë ditën e 23 të muajit Ramazan me xhamat, ka falë deri të 23 të natës, ditën e 25 e ka falë deri gjysmën e natës, ka falë me sahabët, kurse natën e 27 ka falë deri në sabah. Thotë sahabët kemi pas frikë se ndoshta mos po kina me pas sefirat. Natën e 27. Dhe këto tarawih dhe me pushua, mirë po e falin shpejt. E falin, bëjnë gara, vëllem ka gara kush unë e kam falë për 17 minuta, nuk e di sa është rekordi apo. Edhe gjitha thënë se nuk ka, e kanë shkurtuar pejgamberi sa edhe në kohën e Omerit, radhiyallahu anhu, njëjtë ka ndodhur. Kur e ka bashkuar në namazin e natës tarawih, e ka bashkuar, e ka fal prej mas yatsia deri në sabah. Gjithashtu thonë sahabët kanë pas frikë se mos po na sefiri. Mos po na sefiri. E kjo është namazi i natës, kam volel, po më mbrapa është quajtur namaz i tarawih. Mesela e 4 fi adad ar-rawatib. Sa është numri i namazeve rawatib, të rregullta, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur nuk i kalon. Ar-rawatib jam ratibe. Fjala rawatib është shumësi i fjalës ratibe. Ratibe është njëjës, do të thonë wa hiya ad-daima al-mustamirra, që është gjithmonë edhe është e vazhdueshme. Ratibe do të thonë që gjithmonë edhe është e vazhdueshme. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto namazet rawatib gjithmonë i ka thal. Edhe të vazhdueshme i ka bë. Muhamedi alayhis salam kur i ka bën një vepër nafile, ja ka bë obligim vetes, obligim ja ka bë vetes. Edhe kur bë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka lënë. Këto namazet rawatib kur njerëz si ka lënë. Ndonjëherë nëse i kanë hikna, domethënë sunet e drekës, i ka fal mas ikindis. Edhe pse mas ikindis, sikur që e di vëllazër, ka transmetime se ka ndaluar pejgamberi se mu fal mas ikindis. Ama janë disa rrjedhë të vërteta që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, domethënë sunet e drekës i ka fal mas ikindis, që asnjëherë si kanë përderisa ka qenë muqim. Çka muqim? Prezent në Medinë. Derisa ka qenë muqim. A musafir kur ka shkuar musafir, kur ka udhëtu, pejgamberi alayhis salam i ka lënë të gjitha namazet që janë rawatib, përveç se në sunet e sabahit, edhe vitin e pejgamberit nuk e kalon asnjëherë. A nafile mund të fal. Është interesant se nafile mund të fal, ama sunet kur ti je udhëtar është sunet milion sunetet. A ju thos? Domethënë kur ti je udhëtar është sunet milion, domethënë namazet që janë sunet. وهي دائما المستمرة يعني أنا ما شنت vazhdueshme دائما përgjithmonë. وهي تابعة للفرائض dhe këto janë ata që janë përcjellëse të namazeve të farz. وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص. Dobia e këtyre namazeve ratib janë ata të cilët e plotësojnë mangësinë e namazit. Alladhi yaqa'u fil fara'id, mangësia që domethënë është tek farzët, kema madha bayanu sikur se e sqaruam më parë. Wa adad ar-rawatib 10 rak'at. Ka khilaf 12. Thotë numri i namazeve rawatib të vazhdueshme është 10 rekate. Wa hiya al-madhkura fi hadith Ibn Umar. Janë të përmendura në hadithin e Ibn Omerit. Hafidhtu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rak'atayn qabla adh-dhuhr. Thot Ibn Omeri, djali i Omerit radhiyallahu anhu, i ka mbajt mend për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam 10 rekate. Hafidhtu an Rasulillahi rak'atayn qabla adh-dhuhr. Pastaj tregon. Thot 2 rekate para drekës. Wa rak'atayn ba'da adh-dhuhr. Edhe 2 rekate pas drekës. Wa rak'atayn ba'da al-maghrib, edhe 2 rekate sunet pas akshamit. Wa rak'atayn ba'da al-isha, edhe 2 rekate sunet pas pra yatsis. Wa rak'atayn qabla al-ghadati. Edhe thot 2 rekate para, domethënë është qëllim sabah, para se me dal diell japën. Është qëllimi për nafilet sunet e sabahit. Kanat sa'at la adkhul ala nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Thot kjo është momenti kur s'kisha mundësi me hitë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fahaddathani Hafsa annahu kana idha tala al-fajr wa adhana al-mu'adhdhin salla rak'atayn. Thot unë këtë se di thot. Po ka tregu thot Hafsa se kur ka hi agimi
Domethënë kur agoi sabahi, kur hini sabahi, wa adhan al-muadhin, edhe thiri muezini ezanin, salla rak'atayn. I ka fal pejgamberi sa 2 rekate. Muttafaqun alayh. Domethënë këtu kur ti bësh hesab janë 10 rekate. Këto janë rawatib, thonë dietar se kur si kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة. është sunnet muakkede, sunneti fort për besimtarin që t'i falet 12 rekate brenda ditës. Është sunneti fort, muakkede. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, duke u bazuar në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 rak'atan. Thot çdo besimtar i cili fal gjatë ditës 12 rekate për hir të Allahut, illa bana Allahu lahu bejten fil janna. Vetëm se Allahu ka më ndërtu atij një shtëpi në xhennet. Illa. Do thonë sigurt Allahu ka më ndërtu atij një shtëpi në xhennet. Kush i fal 12 rekate brenda ditës. Shtëpi, pra pallat, prej ari dhe prej argjendit. وهي العشرة المذكورة سابقا. Thot këto 10 që i përmendëm më parë, illa annahu yakun qabla adh-dhuhri 4 rak'at, përveç se më thonë shtohen plus 2 rekat para drekës. Pa 10 që i përmendëm 2 para drekës, edhe 2 që namazi i natës edhe i ditës vëllezër falet rakatain. 2 ka 2. Pra 4 i fal para dreke edhe 2 mas dreke, bon 12. Yerhamukallah. Mirë po vëllezër, është edhe një 2 rekate që shtohen edhe pas drekës, mirë po nuk është muakkede, nuk është sigurisht që këto 12. Këto 12 për shembull janë muakkede. Namazet sunete më të forta ato. Mirë po, sa më shumë bën nafile, aq më shumë afrohesh tek Allahu. Çfarë do të bëjmë për këto 2 rekate mas plus edhe 2 mi fal mas dreke, bën 8 pra drekës bën. 4 edhe 2 6, e përmendë. Plus edhe 2 ja shtojmë, ka thonë pejgamberi sa është i mbrojtur prej zjarmit të xhenemit. Dhe kjo hadith është madhështor dhe thërë. Kush do më mbrojtur prej zjarmit të xhenemit, i fal edhe 2 rekate, edhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është hak. Nëse kemi pejgamberin sa ta tregojë se kush është i shpëtuar, kush nuk është, por ne kemi fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kush i vepron këto vepra padyshim se do të jetë i shpëtuar prej zjarmit të xhenemit. قد زاد الترمذي في رواية الحديث أم حبيب المضى 4 قبل الظهر. ترمذي مثلا ترسمتون قفوا بين مثلا 4 قبل الظهر 4 para dreke وركعتين بعدها edhe 2 rekate pas dreke وركعتين بعد المغرب edhe 2 rekate pas akşamit وركعتين بعد العشاء 2 rekate pas yatsis وركعتين قبل صلاة الفجر edhe 2 rekate domethënë para namazit sabahit. Domethënë është qëllimi sunet e sabahit. Pra hadithi është Jami at-Tirmidhi, hadithi është hasan sahih, wa sahahu al-Albani, Sheikh al-Albani thotë hadithi është sahih. ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 قبل الظهر. Gjithashtu Aisha radiallahu anha transmeton se kjo argumenton se namaz para 4 para drekë janë muakkede, sunetet forta, ha? Thot pejgamberi sa kur si kalon, thot Aisha, kur si kalon 4 para se me hi dreka. Edhe I ka folë të shpia, Aisha I ka folë radiallahu. Aisha I ka folë të folë pejgamberi sa. Prandaj është sunet. Për suneteve të haruara është që me folë 2 rekate para se me dalë për shtëpis, edhe 2 rekate më thonën kur të hish në shtëpi atë. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa herë që ka dalë për shtëpi I ka folë 2 rekate. A këto 4 asnjëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka. Kurse 4 të ikindis, a ka hadith, Sheikh Albani transmeton një hadith, thotë se hadithi është hasan, thotë rahimallahu mri'in salla qabla al-asri 4. Këto sunet janë sunet. Mirë po nuk janë të forta sikur se këto 12 që I përmendëm. Allahu e mëshirof një person I cili I fal 4 para ikindis. Allahu e mëshirof atë person I cili I fal 4 para ikindis, dhe kemi thënë se falën dikadi falën. Salatul lejli wa nahari, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tjetër, ja falën namazi I natës edhe I ditës janë pra dikadi. وآكد هذه الرواتب ركعتي الفجر. Cili namazet janë më muakkede.
piktive suneteve, më thonë, më të vlefshme, janë 2 rekate namazit sabahit. Ka thonë pejgamberi alajhi kush i fal 2 rekate, më thonë sabahit, sigur se më dhon këtë botën dhe çka ka në të. Wa huma sunnatul fajr al-qabliyya. Këto janë sunet e sabahit. Li qauli sallallahu alaihi wasallam rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa fiha. 2 rekate të sabahit janë më të mira se me ta dhon këtë botën dhe çka ka në të. 4 akhrajahu Muslim. Hadithi që s'ka pluhur, hadithi është i saktë. Rak'ata al-fajr khairun min ad-dunya wa fiha. 2 rekatet e sabahit janë më të dobishme se sa këtë bota dhe çka ka në të. Wa li qawli Aisha radhiyallahu an hatin rak'atayn, edhe gjithashtu Aisha radhiyallahu anha ka thonë për këto 2 rekatet, wa lam yakun yad'aha abada. Asnjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka lënë këto 2 rekate. Edhe është sunet në këto 2 rekate e sabahit me kënu rekatën e parë, kul ya al-kafirun, në të ditën është me kënu kul huwallahu ahad. Hadithi i Aishës është në Bukhari, akhrajahu al-Bukhari. Pejgamberi sa kur njerë si kalon 2 rekate e sabahit. Udhëtar, më thonë se kanë 2 rekate e sabahit, edhe vitën asnjëherë si kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të nderuar, besoj se me kaq ta mbarojmë se u bë, më thonë, ora 30 minuta se para shikum. Vazhdojmë inshallah për hukmin e vitrit, edhe vlerën, edhe kohën e vitrit. Kur është, çfarë hukmi ka vitri, më thonë edhe vlera e vitrit, çfarë vlerë ka vitrit e ka Allahu azza wa jall. Lusim Allahun azza wa jall që Allah të na shton të dobishme, të na mund të dobishëm neve kudo që jemi. Wa akhir davana alhamdulillah rabbil alamin.